Në këtë rrugë në fshatin Bibaj të Ferizaj, gjatë ditës së djeshme ishin grumbulluar një grup I të rinjeve me qëllim të organizimit të garave me motociklet. Policia kishte dalë në vendin e ngjarjes me veturë civile për çka kishte kërkuar nga të rinjët që të ndalojnë ngasjen e motocikletave, por të njëjtit nuk ishin zbatuar urdhrin e policisë dhe ishin larguar nga vendi I ngjarjes. Më pas, në rrugën tranzitore mes fshatrave Bibaj dhe Tlinovc të Ferizajt, policia kishte arritur të ndalojë një të ri pra ngasisin e motocikletës me inicialet R.A, I cili është 17 vjeçar, I cili më pas pra kishte tërhequr zvarr policin me qëllim që të largohet nga vendi I ngjarjes. Policia ka arritur të ndaloj këtë të ri dhe më pas ai është dërguar në stacionin policor në Ferizaj. Ky zyrtar policor ka marrë lëndime të lehta trupore për çka ka marrë ndihmën mjekësore në vendin e ngjarjes. Ky I mitur me inicialet R.A është intervistuar më pas dhe me vendim të prokurorit për të mitur është ndaluar për 24 orë.